Ansambli Shota po e bën të pamundur që me shpalosat talentin tonë shqiptar me pa krejt bota. Momentalisht, besoni se jo janë në Portugali. Do të kemi fatin që të kemi në lidhje të drejt për drejt zbashku me ne Agron Sylën, ushtrues i detyrës i drejtorit ansamblit Shota, për të na treguar në lidhje me detajet se çka po ndodh atje. Agron, apo dëgjohemi? Përshëndetje. Përshëndetje. Zotri Syla, spari urime për gjithë këtë punë, si po shkon puna atje, si po shkojnë gjërat? Faleminderit. Përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit e televizionit në TV. Uroj gjithë të mirat prej këtu nga Portugalia, si vend vëzë lartë për vendit tonë. Mes në tonë ansambli këngëtari këngë dhe valla dhe Shota, jemi në festival ndërkombëtar FIFA 2025. Tani sot është qëndrimi jonë i dytë të në festival, dje ishte hapja zyrtare e festivalit, me gjitha ato angazhime prej mesditës edhe deri mbrëmje vonë, deri sa është bërë mbyllja e natës parë, e që tani vetëm se jemi duke u bërgati me valizhet për vazhdu për performancat të cilat në presin sonte. Zotri Syla, a u desht shumë përgatitje për këtë udhëtim atje dhe sa do me thënë se është për popullin tonë dhe kulturën tonë? Patjetër, rrugët, të cilat bëhen për ndërkombëtare duhet natyrisht përgatitje. Për festivalit, paraprakisht dërgohen, besoj që jeni të njoftuar sot dhe pak, bëhen paraprakisht tesat zyrtare dhe shikohet itinerari i festivalit, karakteri është ngarus apo reprezentativ, dhe pastaj me vlerësimin e drejtorit artistik, me gjithë stafin e ansamblit vlerësohet dhe natyrisht i jepet pëlqimi për një rrugë të tillë. Patjetër që gjithë për nuk është e lehtë me bëu një rrugë të tillë, por me angazhim patjetër që Jam i sigurt, Agron, që gjithë shka po shkon si që duhet atje. Si u prit performanca, sepse keni pasur në natët e kaluara, do me thonë performancë të ansamblit atje, si u prit nga populli atje? Patjetër, mbrëmje ishte hapja zyrtare e festivalit, u ceremonit para hapjes, do me thonë vizitat tek kryetari i komunës, me drejtorin gjeneral të festivalit, dhe me mysafir prej qëto ansamblit, do me thonë, me ato ceremonit. Pastaj, do me thonë, ishte mbrëmje ai galla koncerti prej qëto grupi, i cili, do me thonë, kishim minutazhin e caktuara të performancës. Njëkohësisht ishim mbrëmje patronatën e parë, përformuam programin e përzgjedhur për mbrëm. Natyrisht që publiku ishte i mahnitur me performancën e ansamblit tonë, diçka që neve na bën shumë të lumtur. Supe keni një barë të madhe, po tregoni kulturën tonë shqiptare, atë frymën tonë mbi të gjitha atje në Portugali. A është barë e madhe, a u deshën shumë prova? Patjetër, me qenë reprezentues i ansamblit, do të thonë i shtetit, se faktikisht ne mbartim i supe tona kulturën dhe traditën e lashtë tonë, dhe nuk është e lehtë me mbarë gjithë të, se përmbi krenari, do me thonë, është ndjenja përgjegjësisë. Dhe përgjegjësia është aq e madhe sa që, do me thonë, çdo detaj me u përkujdes në mënyrën më të mirë të mundshme që gjithçka me shku në rregull, që kulturën dhe traditën tonë me e përfaqësu sa më densisht që është e mundur. Zotri Syla, kemi mundësinë na tregu cilat janë ato pikat kryesore që i keni përzgjedhur, do me thonë, për këtë festival?
Patjetër. Në këtë karakteri festivalit, të cilin tani jemi ne këtu në Portugali, pikërisht në një qytet Almere, në Pivcas, është festivali Pivcas, domethënë nuk është me karakter garus, por është me karakter reprezentativ. Natyrisht janë disa rreth 8 ansamble të cilat performojnë prej datës 25, domethënë datës ditës së gjashme deri me 1 maj që përfundon edhe zyrtarisht festivali. Përzgjedhja pikave natyrisht që edhe programi bëhet prej drejtorit artistik të ansamblit, zotit Ylber Aslanaj, i cili me përkushtim e ka përzgjedhur programin, se natyrisht fillimisht festivali dërgojnë ato pikat e minutave. Sot keni performancë 7 minuta, 10, 15, 20, 25, 30. Dhe janë kështu. Edhe ne për çdo performancë që është kërku, ne kemi programin e veçantë, domethënë për minutat që na kërkohen prej ansamblit. Kështu që besoj që trupi artistik është e përgatitur në mënyrë më të mirë të mundshme për me reprezentu kulturën e traditat tonë ansamblit. Zotëri Sylla, si po ndikon ky udhëtimi në shtete tjera, festivalet e ndryshme, apo e zhvillon do të thotë këtë kulturën tonë nëpër botë, apo marrim diçka prej saj, apo formohen domethënë ato lidhjet midis shteteve që hapin dyert për festivalet tjera me natyrë shqiptare? Po, patjetër. Domethënë ne prapë ditën e gjashme që tu bë hapja zyrtare e festivalit, ne ishim shumë të nderuar, ma shumë se të nderuar kur në vendin ku u bë prezantimi i ansambleve, ne e takuam ambasadoren e Kosovës, zonja Edona Maloku Vërdynaj, ishte duke na pritur aty, edhe për neve, domethënë ishte një ndjenjë krenarie kur u takuam me ambasadoren. Padyshim që nuk është e lehtë domethënë me qenë pjesëmarrës në festivalet e tilla, por duke pasur parasysh misionin të cilin e mbartë ansambli mbi supet e veta, padyshim domethënë që neve ja dalim mirë edhe mbarë. Së fundmi, sepse do të përgatiteni për natën e sotshme, dua ta përmbyll me një pyetje. A ka ndonjë plan tjetër për ndonjë tur në ndonjë shtet tjetër, apo do të ktheheni në vendin tonë për të përgatitur ndonjë program për këto? Po, këtu në Portugali, domethënë ne do të qëndrojmë deri me datën 1, në datën 2 do të kthehemi në Kosovë, në datën e përfundon festivali. Dhe pas diku 5 ditëve, ne prapë do të udhtojmë në Gjermani. Do të udhtojmë drejt kryeqytetit të kulturës evropiane në Chemnitz, atje në veri të Gjermanisë, ku për një ngjerë të 80 vjetorit të shërimit, domethënë grupës lutë botërore, është organizuar një festival atje dhe ne si kemi ktesë drejt nga ambasada e Republikës e Kosovës në Gjermani, që t'jemi pjesëmarrës aty me një program përzgjedhur, për të do t'jemi edhe një pjesë e qytetarëve evropiane atje. Zotëri Sylla, ju urojmë sukseset më të mëdha të mundshme, jam i sigurt që kurdo që po na shikon ndihet krenar, nuk është hera e parë që na bëni krenar, po e rrisni atë nivelin e krenarisë tek ne, edhe ju urojmë një shfaqje sa më të mbarë sonte. Faleminderit. Misioni i ansamblit është ky, që kulturën dhe traditën e popullit tonë ta dërgojmë në vende të ndryshme të botës dhe të shohim domethënë se edhe ne jemi populli lashtë sikur të tjerë dhe kemi vërtet traditë dhe kulturë. Dhe ne këtë po bëjmë në mënyrën më të mirë mundshme. Ju falenderojmë për këtë paraqitje në Portugali kaq dinjitoze, edhe shpresojmë t'ju kemi në bombon për arritje të tjera akoma më të mëdha.
Faleminderit që gjete kona agjendën tuaj të ngjeshur që t'jesh sot bashkë me ne, zotëria Agronom Sylla. Po, faleminderit shumë për televizionit të së dhe çdo herë në gjendet pranë ansamblit dhe ngjarjeve të mëdha kulturore, të cilat zhvillohen në vendin tonë, po jetën kohë dhe jashtë vendit, sikur biseda spontane jone që ta jemi të zhvilluar. Ju urojmë të gjithëve ditë mirë. Ne patjetër se nuk vetëm se pishef që antarët veç kanë fillu me valigjet, me instrumentet, me mbledh këtë se tani ne kemi rrugën prej organizatorit, cili të përformojmë në për vendet ku organizatori i ka parapor. E to, unë ndihem shumë mirë dhe jam shumë krenar me trupën artistike të ansamblit. Duke filluar nga drejtori artistik, poetik i drejtorin zotin Ylber Aslanaj, i cili përkujdeset për programin artistik, që është diçka po shumë se e vlerëshme që në çdo vend të jetë pika e veçantë për momentin, dhe kështu që edhe trupën artistike e cila në përpikri i përmbush detyrat dhe obligimet, cilat neve na vijnë prej drejtorit artistik, besoj që do një pjesë të madhe të kulturës jemi duke reprezentuar në Portugali, mesin përveç popullit portugez, të cilët janë mjaft mikpritës të dashur, por edhe tek ansamblet e tjera, domethënë që kemi ne që janë mysafirë sikur ne, po ndajmë përvojat, po shkëmbejmë ide, dhe kështu që po krijohen ura bashkëpunimi të reja mes ansambleve me shteteve të ndryshme, dhe kjo është. Jemi mirë që dëgjojmë lajme të mira edhe nga Portugalia me kulturën tonë shqiptare. Faleminderit zotëri Sylla për lidhjen e përbashkët.